Kemi marrë të bëjmë një review sot të Benzit Evo-s famshme, fiksimit të gjithë shqiptarëve. Edhe nuk e dija, e kam fiksim vetëm unë, apo jemi brez i godit neve që kur ka dalë ky Benz jemi mrekullu me ta. Po shive, ka këtë distroni këtu përpara, këtë pllakan, vetëm kjo se e bë, që e ka origjinale, funksionale, jo falco. Sistema Benzit legjendare. Fiksimi i kohës ishte edhe kur hapesh te ky bagazhi me buton kështu. To disjet 17 me goma 3. Tani e ndezim legjendën. E kjo ndezja kështu ka qenë fiksim fare. Klimat. Kjo është zhurma fiksim që kemi pas gjithmonë neve. Për këtë blihet kjo makinë. Mercedesi dikurshëm dinte ku është vendi për lëkurën e ku është vendi për drurin. Kjo lëkura e butë që i ka rezistu kohës. Jo si këto modelet e reja që janë kretë kauçuk mrena. Shive, këtu është fiksimi tjetër. Tani këtë review-n sot na e prish pak ky timoni, se na është qërujt që këtu. Mirë po, ne qa do bëjmë? Do e mbajmë dorën këtu gjithë kohës, që mos duket. Tani do dalim për një test drive. Heqim frenat e dorës me stilin e vjetër. Si që lam, dorën do e mbajmë këtu. Që të mbulojmë këtë. Makinë që sa po futesh brenda e kupton pse ka akoma njerëz që e blejnë këtë makinën tani në 2026, edhe pse është 18 vjet makinë. I është dashur Mercedesit me bë makina kompetitive në këto vite, pasi rival ka pas të drejtë për drejtë BMW seria 5 e 60-a. Edhe ai ka qenë super model. Mos i hym këtij muhabeti se i bie me e mbyll videon me fshi dhe mos më e postuma. Se BMW ka qenë rival shumë i fortë i Mercedesit, edhe në shumë aspekte ja ka marrë.